Në kuadër të javës rinore 2015, aktivitetet e Këshillit Rinor të Komunës së Gostivarit kanë vjuar edhe gjatë ditës së sotme në moton Rinia Solidare. Me këtë rast antarët të Këshillit Rinor, së bashku me organizatën komunale të Kryqit të Kuq, kanë hapur disa pika të grumbullimit të ndihmave për familjet në nevojë. Ndihmat e grumbulluara do t'ju shpërndahen familjeve me status të rrezikuar social, menjëherë pas përfundimit të këtij aksioni bamirës. Në kuadër të javës rinore 2015, aktivitetet e Këshillit Rinor të Komunës së Gostivarit kanë vjuar edhe gjatë ditës së sotme në moton Rinia Solidare. Me këtë rast, antarët të Këshillit Rinor bashkë me organizatën komunale të Kryqit të Kuq në Gostivar kanë hapur disa pika të grumbullimit të ndihmave për familjet në nevojë. Burhan Klinçe, kryetari i klubit rinor të Kryqit të Kuq, tha se donacionet që do të mblidhen nga ana e qytetarëve do t'ju dedikohen familjeve me status të rrezikuar social. Ai nënvizoi se aksioni në fjalë do të vazhdojë deri në fund të vitit dhe luti qytetarët e interesuar që ndihmat në veshmbathje t'i dërgojnë në kuadër të hapësirave të Kryqit të Kuq në Gostivar. Domethënë, aktiviteti sotëm organizohet në kuadër të javës së rinis, të organizuar nga Këshilli Rinor me moton Rinia Solidare. Dhe ne si Kryq i Kuq marrim pjesë në këtë aktivitet si përkrahje për Këshillin Rinor, të organizuara me shtande, ku shtande ka në qendër të qytetit dhe në shkollat e mesme të qytetit. Nga qytetarët presim veshmbathje, donacion nga ato, ku me ato donacione do t'i dedikojmë për ato familje që kanë nevojë, që janë të kapluara nga rastet sociale. Kryqi i Kuq edhe më herët i ka organizuar këta shtande mbledhëse për garderob, ku dhe do të zgjasin deri në fund të vitit. Të gjithë qytetarët janë të ftuar që të marrin pjesë në këtë aktivitet, ku donacionet e tyre mund t'i sjellin edhe në hapësirat e Kryqit të Kuq të Gostivarit. Aktivitetet e Këshillit Rinor të Komunës së Gostivarit do të vazhdojnë edhe për 2 ditë me radhë, me datë 19 nëntor, me fillim në ora 20 në sallën e sportit Rinia në Gostivar, do të mbahet finalja e turneve të futbollit dhe volejbollit mes shkollave të mesme publike. Si dhe me datë 20 nëntor, me fillim në ora 20, do të mbahet nata solemne e Këshillit Rinor, ku do të bëhet pranim dorëzimi i mandateve të kryesisë së Këshillit, si dhe shënimi 2 vjetorit të Këshillit Rinor.